Dështim spektakolar, ai tham plasi shpirtin gjyq. Qëllimi i reformës në drejtësi është që qytetarit t'i japësh drejtësi në kohë. Një qytetari që ka akses, ka gjykatën afër. Pra, ka gjykatën afër dhe realizon të drejtën e tij. Kjo gjë nuk është realizuar dhe me rastin e gjyqtarit Astrid Kalaja, po të keni parasysh një gjyqtar i nderuar, i cili ka qenë viktim e veprimeve në vite, jo qoftë ligjeve të ndryshme për pronën që zgjasin gjyqet për pronën, por viktime e reformës drejtësi ka qenë gjyqtari Kalaja. Pse? Te zgjatja e afatit të gjyqeve. Pra sot qytetarët shqiptar nuk kanë më drejtësi. Pra nuk e realizojnë të drejtën tyre subjektive, sepse ti do realizosh drejtën tënde. Kur nuk të funksionon sistemi gjyqësor, kjo është alarmante. Dështim spektakolar për mu. Ai personi më ka ardhur shpirtin majtunës kam 13 vjet. 10 vjet e kam tarë. Po pse zgjati gjyqja? Po pse zgjati? Ka ardhur që në 2012 në kohën e reformës. Sot e ishte në gjykatë apelit. Neve po si dham qytetarëve shqiptar drejtësi, gjehet forma. Të gjehet forma se sepse ky është një gabim shumë. I panderi po të kesh parasysh se mund thotë çfarë do të gjësh. Ai tham plasi shpirtin gjyq. Gjyqi duhet të mbarojë shpejt. Neve duhet t'i sigurojmë shqiptarëve të drejtën që të kenë një gjykatë.